Dhe peshorja, peshorja ka një ndikim, mund të themi pozitiv. Arsye që e them këtë është sepse vërtet e kemi në dorë, është e vlefshme për të gjitha shenjat, por përshëndetje e peshorës në përgjithësi do të jetë më aftë për të përzgjedhur gjërat pozitive. Kemi një ndikim shumë të madh te karriera e saj. Kjo do të vijë në sajt të ndihmës që ajo do të marrë, si nga kolegët, po ashtu edhe nga bashkëpunëtorët, nëse kemi bërë marrëveshje të ndryshme të tjerë gjatë kësaj periudhe, do të fillojmë që të shikojmë rezultatet për këto. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se na është bërë padrejtësi për shenjën e peshorës, mund t'i zgjidhni këto padrejtësi nëpërmjet komunikimit, një lloj siç ishte edhe tek shenja e beqëreshës, por për shenjën e peshorës kjo është e vlefshme për gjithçka. Nuk është e vlefshme vetëm tek puna, por është e vlefshme për gjithçka. Çështjet gjyqësore që kanë qenë të hapura, do të thonë që të shkojnë rezultate para kësaj hënie të plot. Mund të bëjmë udhëtime të shumta, e njëjta që është e vlefshme, mund të ndërtojmë marrëdhënie shumë më të shëndetshme me familjarët tanë, sidomos me vëllezërit dhe me motrat. Për shenjën e peshorës në përgjithësi do të kemi një ndikim të madh pozitiv dhe jam më të aftë për të perceptuar se cilat janë rrugët që duhet të zgjedhim. Nga ana tjetër, të gjitha bashkëpunimet që bëjnë në këto momente, që firmosin, kontratat që firmosin në këto momente, do të jenë vërtet shumë efikase për të ndërtuar një jetë të shëndetshme, për të blerë shtëpi, në disa raste nëse dëshironi që të merrni kredi, është vërtet shumë efikase, ose ajo që do të këshilloj e bile edhe më tepër, nëse dëshironi që të bëni një biznesin tuaj, në këto momente për shenjën e peshorës do të këshilloj vërtet shumë. Këtë e këshillova edhe gjatë kësaj jave, por përsëris edhe një herë, duke qenë se është ndikimi i kësaj hënie të plot. Përzgjidhni mirë atë çfarë dëshironi që ju të bëni, si profesion, si punë, po e them, në këtë mënyrë. Dhe në qoftë se keni një kohë të gjatë që mendoni që të dilni nga puna juaj, zyra, sidomos ku keni punuar për një kohë të gjatë, dhe dëshironi që të bëni diçka tuaj, ky është momenti i dur. Do t'i këshilloj që të vepronit. Në me çështjet sentimentale, në përgjithësi, po e them kështu, të gjitha shenjat janë shumë pozitive, do të përsërisem në fund në mënyrë që ta dëgjojnë të gjithë, por po e them edhe për shenjën e peshorës. Në përgjithësi jemi në një fazë ku do kemi shumë mundësi që të krijojmë lidhje të reja të tjera, sepse jemi në një fazë ku është periudhë çiftëzimi, edhe nga sistemi, po e them në këtë mënyrë. Është pak vulgare, por mos më vjen.